Dy persona humbën jetën në një aksident në rrugën dytësore Treqezmat Sopot në Bulqiz, pasi mjeti me të cilin udhëtonin ra në lumë. Pikërisht në këtë orë kanë humbur jetën dy persona që vijnë nga Bulqiza dhe fshatit Sopot. Kjo është ura ku humbën jetën mbrëmjen e së njëjtë Sindrit Zeneli, 40 vjeç, dhe Dion Kola, 35 vjeç. Ajo është tërësisht jashtë standardeve. Mungojnë mbrojtëset anësore, këmbët janë dëmtuar duke krijuar hark në rrugë e mungon ndriçimi. Në këto kushte udhëtojnë prej vitesh banorët e kësaj zone, të cilët tashmë pas aksidentit të rënd shprehen të bindur se ngjarja mund të ishte shmangur. Ura ka 20 vjeç arrestuar. Urën e kam prish vetë me dashje këtu. Çfarë fondën pas sa foto do i kam vjedh, ka 20 vjet fondë të. Po ti ishte rregulloj, unë nuk dëndos të ke fatkeqësi më zotni. Ja çfarë bëhet tani, po një urë të devijuar atë mundosh më shmangë dhe po bi poshtë në lumë. Nuk ka shtet. Ura është shumë keq. A hecin makinat kështu? Shumë keq. Aksidenti i madh. Diçuna të ri kanë lënë fëmijë, kanë lënë nën, kanë lënë bab, kanë lënë gra. A ne pala sot në udhin ashtu. Ndërsa pjesa tjetër e rrugës është rikonstruktuar, ura është lënë jashtë projektit për mungesë fondesh, duke vënë në rrezik të vazhdueshëm jetën e banorëve të kësaj zone. Në këtë orë kalojnë furgonat e fshatrave. Kalojnë nxënësit që dërgohen në shkollë në Bulqiz. Aksidenti tragjik u shënua rreth orës 21:35 minuta të së njëjtës, kur mjeti tip kamionçin me targa AA 782 DH ka rënë nga ura duke përfunduar në lumë. Burime nga policia bëjnë me dije se ka pasur edhe prezencë akulli në rrugë. Si pasojë ka humbur jetën drejtuesi i mjetit Sindrit Zeneli dhe njëri nga pasagjerët, 35 vjeçari Dion Kola, i cili ka ndëruar jetë rrugës për në spital. Në aksident ka shpëtuar mrekullisht pasagjeri i dytë me iniciale RL, që kërkoi ndihmë te policia dhe banorët e zonës.